Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e muajit prill, muaj prill 2025. Është muaj I fundit kalendarik astrologjik për sa I përket problematikave dhe çështjeve që neve kemi, por jo vetëm kaq, do ndryshojnë shumë gjëra. Ka një arsye ky muaj do na japi shumë ndikime dhe tronditje nga ana tjetër, sepse disa gjëra nuk mund t'i kemi të gjitha, por mund të kemi ato që na duhen. Dhe nëse jemi me këmbëtokë dhe dim çfarë do bëjmë ku do shkojmë, asgjë nuk do. Por e të hedhim një sy çfarë ndodh dhe si mundet neve dhe cilat shenja janë më të favorizuara të muajit prill. Por pas se filloj dhe për këtë parashikim, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar. Kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimi të detajuar, atëherë mund të klikoni në www.astrologo.al, faqja roshkën atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka ju intereson. Duke blerë paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes për çdo çështje, çdo temë që ju e kërkoni, shkoni tek sekretaria me numrin përkatës të blerjes. Atje hapet një dritare, e klikoni, vendosni të dhënat e juaja atje, siç e shikoni, dhe më pas e dërgoni tek astrologo.al. Më pas jeni gati që të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që çdo video që astrologo.al ngarkon në YouTube dhe juve në kohën që jemi live, dëshironi të dërgoni një mesazh. Mund të dërgoni çdo ditë mesazhin kur bëni subscribe ose keni diçka një pyetje interesante, sepse kur jemi live ju e merrni direkt përgjigjen. Te ky butoni këtu. E klikoni, pëlqejeni faqen, a bëni subscribe, butonin e zilës dhe të gjitha. Dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe të merrni live përgjigje. Tani, le të hedhim një sy këtij muaji energjik, njëkohësisht problematik, sepse shumë gjëra do të ndryshojnë. Prandaj është muaji I vështirësive I fundit për 2025-ën, sepse ka mjaft brenda për të thënë dhe shumë për të dhënë, për ata që dinë ta vlerësojnë atë që marrin. Prilli është një model ndikimi. Është pjesa e lënë pas që ka lënë Marsi. Dhe prilli ka ndikime sepse Marsin me lëvizjet e retrograd të Mërkurit dhe Afrodita në shenjën e peshqeve, sigurisht kjo do të ndryshojë në mes të muajit dhe do të ndikohen shumë si një muaj ku gjysmë e dytë e zhvillimit të planit personal, ashtu dhe atë profesional, do duken sikur po zgjohemi nga gjumi dhe po marrim situatën në dorë tonë. Më datën 9 ka një ndikim dhe në datën 13 përkatësisht, Mërkuri dhe Afrodita kthehen në kursin e duhur, duke zhbllokuar gradualisht çështjet e komunikimit, kontratave, financave dhe gjithë marrëdhënieve tona, sepse ndikimet që kanë bëjë, mundësitë që na jepen, dhe mbas datës 20, ku dielli kalon në Dem, ku atje mund të ketë një përplasje të vogël me Marsin, I cili kthehet në Luan. Dhe marrë masa me klimën e presioneve në fakt, por e mundësive, sepse aty do të ndahet shapi nga sheqeri, drejtësi I jepet të drejtit dhe problemin troket dhe e zgjidh ashtu siç dëshiron. Plutoni në rrugën e tij nga shenja ujorit formon një katërkëndësh me diellin dhe Marsin, duke intensifikuar energjitë dhe agresivitetin e tij. Sepse në mbar botën, në tensione, në ndikime keni parë, sepse është akoma në tensione, kemi të ndikime të mëdha akoma, që Marsi ka një çështje shumë të madhe, akoma s'ka përfunduar, por do shikojmë tani tutje, nga par dje, po të shikoni me eklipsin çfarë ndodhi, e shikoni televizionin si po ndodhin, e shumë gjëra të tjera. Ajo që do të kemi, duket se në ndikimin e madh, kemi një hënë të re në shenjën e Demit që sjell ngjarje ekstreme dhe të dhunshme në nivel politik dhe ekonomik.
E gjithë gama e marrëdhënieve, që është në të njëjtën ndikim, janë ato që në fillimet të 10 ditë parë, që është Demi, Akrepi, Luani, Ujori, do të kenë shumë kujdes nga çështjet që kanë pasur në vitin e kaluar, incidente apo probleme, çështje politike, çështje të punës apo karrierës që jeni investitor, do keni kujdes të humbni parat, sepse ka të bëjë shumë në 2 muajt e kaluar të vitit të shkuar në nëntor dhe dhjetor. Do dalim në sipërfaqe për të sqaruar në mënyrë intensive dhe duhet të keni vetë kontrollin tuaj dhe gjaftësinë nga ana juaj për të mos lejuar që situata të arrijë në ekstrem, sepse është një mundësi dhe një ndikim mjaft madh. Pak vëmendje do të bëni në këtë muaj, që është data 5, 7, 9, 11, 21, 23, 24, 25, 26 dhe 28 prill. Ditët pozitive nëse doni që të bëni diçka në lidhje me punën, lidhje me karrierën, ka të bëjnë data 14, 15, 16, mbas dite dhe 17 dhe 30. Pra, ky harë kohor ka ndikime mjaft pozitive. Hëna e plotë e muajit prill, në datën 13 prill në të 2025, ku është në peshore. Hëna e plot, hëna e barit që quhet, hëna e plot roz, që do jetë, ku ndikon shumë në lidhje që ka të bëjnë në ndikimet peshore dash. Ka një ndikim shumë të madh, por mundësit janë shumë të mira, ku ka të bëjnë dhe me vendimet edhe me pozicionimin e planeteve, që ndikojnë shumë, prek shumë dash, gafore, peshore, britësjap të 10 ditë të tre. Ka ndikime favorite. Më datën 27 prill, hëna e re, që lidhet shumë në Dem, ku ka të bëjnë që prek shenja Dem, Luan, Akrep, Ujor të 10 ditë parë, por ndikime pozitive që ka të bëjnë është Virgjeresha dhe Britësjapi të 10 ditë parë që kanë ndikime favorite. 4 shenjat që përfitojnë shumë, pastaj do flasim me gjithë shenjat, po flasim si ndikim që ta keni parasysh juve, që të bëni veprimet e juaja, ku ka të bëjnë shumë në lidhjet me ndryshime karmike gjatë afërditës në retrograd deri më 12 prill të 2025. Kemi shenjat fantastike siç është Dashi, siç është Peshorja, siç është dhe Peshqit, ku kanë një ndikim shumë të mirë në lidhje me çështjet e financave, kanë vojtur shumë në fakt, edhe kanë një ndikim shumë të mirë në lidhje me punën, lidhje me karrierën dhe vendimet që mund të merren. Por njëkohësisht kanë dhe binjakët të 10 ku kanë një ndikim mjaft të mirë në pozicionimin e tyre. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me 12 shenjat zodiakale dhe e fillojmë më parë me shenjën e Dashit. Përsa përket shenjës së Dashit, siç e thamë në fillim të emisionit, ku janë dhe përfituesit, ndikimi më i madh, që ka të bëjë nga 3 shenjat më ideale, Afrodita është në shenjën tuaj duke krijuar një epokë të re dhe duke transformuar dinamikën e marrëdhënieve tuaja. Gjatë 2 viteve të fundit, ju keni përjetuar ndryshime shumë të mëdha, si ato karmike në marrëdhënien tuaj, veçanërisht miqësi, ku shumë prej tyre kanë marrë fund. Megjithatë, me Afroditën tani në shenjën tuaj, një nyje perfekte në ndikimin e përgjithshëm, ajo që do të keni, do të shikoni se diçka e re po fillon. Niset nga ana shpirtërore, nga ana e punës, sepse ndikimi që ka të bëjnë Afrodita me tranzitin e tij, që ka pasur shumë problematika, por tani është koha. Afrodita është në retrograd akoma, ajo kthehet në shenjën e Peshqve, duke ndihmuar të zbuloni edhe më shumë mundësi dhe çështje ekonomike me fat. Qëllimi i gjatë i këtij planeti retrograd, që është përqendruar në vendosjen e ekuilibrit brenda vetes, ju mësoni pse është thelbësore energjia juaj. Ku Afrodita kthehet në Peshq, ju kujtohet se ju mban ndikimi e drejta juaj dhe mundësitë që do të keni tani tutje ku keni pasur shumë probleme, mjaft çështjet e lëna pezull, por vjen një moment tani që çështjet do zgjidhen.
Në fushën e dashurisë, edhe pse juve të shenjës së dashit keni pasur mjaft ndikime në çështjet e financave, në çështjet që kanë bërë me tani për tani edhe çështjet ligjore, por unë ju them që tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar, sepse periudha dhe koha kur ndodhin fenomenet është një moment një harë kohor pozitiv në ato që ka bëhet, pozitiv në ato që ka flitet, dhe është një kohë, një periudhë mjaft e mirë përcaktuese në ekonomi, përcaktuese në vendime që merren, prandaj është dhe koha juaj më e mira e mundshme në këtë aspekt. Masi do keni mundësi në këto data që tham pak më lart, është shumë mirë në lidhje me dokumentacionet, lidhje me kontratat të rëndësishme, edhe pse është një vonesë tani për tani, por këto janë kalimtare, nuk duket se mund keni probleme apo çështje të lëna pezo. Në lidhje me anën shpirtërore, muajin prill, të 10 ditë të parë kanë dy mundësi të arta, në 10 ditë të parë, sepse edhe në fushën e dashurisë lidhjet afatgjat, një njohje mund të kthehet në lidhje serioze dhe është koha më e mirë e mundshme për sa i përket çështjeve madhore, për sa i përket asaj çka jeni, asaj çka keni dhe ku doni të shkoni. Një mundësi shumë e mirë gjithashtu në lidhje me bashkim familjar ka të bëjë shumë me akrep të 10 ditë të dytë, ku është një mundësi shumë e mirë në lidhje me një takim i rastësishëm dhe i çuditshëm disi, ose keni qenë në bankat të shkollës, ose keni kohë pa u takuar, dhe mund të ndodhi, kjo do thot karma, do thot çështjet karmike, dhe kjo do t'ju bëj që juve të krijoni familje në mënyrë të papritur. Dhe është një mundësi shumë e mirë për juve të shenjës së dashit, prandaj edhe pse është një muaj shumë i vështirë në pamje të parë, por na mëson shumë për rrugët që do ndjekim më vonë dhe do dim shumë, do mësojmë shumë nga ky muaj mbi çështjet e rëndësishme si puna, ekonomia, dashuria, familja dhe jo vetëm. Në çështjet që kanë të bëjnë me një ndarje që mund keni pasur më përpara, dhe kjo mund të jetë domethënë që problematike por e zgjidhshme, ka qenë në peshore. Nëse 10 ditë që tret i shenjës së dashit keni pasur një njohje o një lidhje me peshore dhe jeni ndarë pa një arsye, me përveç vetëm thasha theme, atëherë vjen një moment shumë i mirë që do të thotë po, është koha e duhur, po, mund ta zgjidhni problemin tuaj në lidhje me anën e zgjuarsisë dhe maturisë suaj. Koha më e mirë që është në 15 e dytë të muajit prill, ku do të ndikoheni dhe është një mundësi shumë e artë në anën tuaj. Kjo vlen shumë për ju të shenjës së dashit, sepse është periudha dhe koha më e mirë ku do të nisni gjërat e juaja, dhe kjo është një diçka shumë pozitive. Prandaj bini pas miqtë mi të kësaj shenje, sepse ndikimi i datës 13 hëna e plot e muajit prill, ku keni përballë është në peshore dhe keni përballë në shenjën tuaj, kjo do thotë që po është një mundësi e artë për të zhvilluar ndryshimet dhe ndikimet e arta për juve të kësaj shenje. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e maturimit dhe e mundësive ekonomike, që do thotë shenja e demit. Për ju shenjës e demit, janë disa çështje të pazgjidhura akoma. Po çfarë? Demi ka ndikime shumë të mëdha, duke pasur parasysh ky muaj do jetë sigurisht do ndryshojnë shumë në këtë muaj, nuk do jetë si muaji mars, por do jetë akoma më mirë, sepse zgjidhni një problem, një ngërç që keni pasur para disa kohëve, para 6-7 muajve në çështje pune. Dhe 10 ditë që parë që ka një mundësi të artë në këtë aspekt, që vjen momenti në anën e financave, edhe pse keni pasur probleme ose keni pasur gjëra që nuk janë zgjidhur akoma, por çështjet janë pozitive dhe keni mundësi për zgjidhur gjëra. Meqense në datën 20 dielli shkon në shenjën tuaj, ku ka të bëjnë data 23 do jeni pak kujdesshëm juve të shenjës së demit, sepse i përplasim me Marsin, dielli i cili kthehet dhe në ndikimin e Luan, prandaj merr masa për klimën dhe jeni kujdesshëm sepse nuk është në anën tuaj dhe mund të ndikoheni mjaft shumë. Kënaqësia është për juve se ka një ndikim shumë pozitiv,
ku ndikimi më i madh duket se kemi të bëjmë në datën 27 prill, hëna e re në shenjën tuaj, ku vërtet të 30 vjeçët kanë një mundësi të artë në këtë aspekt dhe do shikoni dhe vetë ku do të ndikoheni jashtë mase, si në fushën e karrierës, në fushën e punës, në fushën e ndryshimeve të mëdha që do të keni, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse keni pasur gjëra të pazgjidhura, duket se i zgjidhni pikërisht tani në këtë periudhë. Në anën tjetër, keni mundësinë, keni kohën e duhur mbi gjëra të mëdha që do të ndodhin tani tutje, ku dhjetëdiqi i dytë që do merret me ose për ju që merr me çështje politike të shenjës së demit, e rikujtoj këtë për një arsye më të madhe, për arsye të punës aktuale, për arsye të disa gjërave që mund të mos jenë ashtu siç juve i prisni, por është koha më e mirë e mundshme mbi zgjidhje problematikave, mbi zgjidhjeve të çështjes ekonomiko-financiare, por tani e tutje gjërat do jenë më ndryshe. Për juve që prisni për të bërë një kontratë të rëndësishme ose për një arsye apo për tjetrën, keni pasur probleme me anën e punës suaj dhe personi ose punëdhënësi nuk firmos kontratën, juve dilni të fituar. Dilni fituar për një mijë arsye, sepse dhe puna dhe karriera, ndryshimi dhe marrja e vendimeve të rëndësishme që ka të bëjnë tani e tutje, bini pas sepse ka të bëjnë shumë me çështjet e financave. Është një moment mjaft i mirë sepse do shikoni dhe vetë ku lidhjet afatgjat, mundësitë që do t'i jepen, ku gjërat do jenë ndryshe nga ç'e mendoni, sepse koha ka treguar për gjithçka bëni në anën më të mirë të mundshme, në fushën e punës, në fushën e karrierës. Por meqense është një periudhë e artë, më quhet, do diskutojmë, do ndryshim për çështjet që keni, për gjërat që juve mendoni, logjikoni, se logjika çon në ekonomi, logjika çon në shumë drejtime dhe është mundësia dhe koha e artë në këtë drejtim. Prandaj edhe pse do dëgjoni disa fjalë, çfarë të ndryshme që nuk janë të huazuara, jo të juaja, por mos u keq kuptoni. Dhjetëdiqi i tretë do marrë një lajm shumë të mirë miqtemi të shenjës së demit, do më kujtoni që ka të bëjë me udhëtimin, me një dokument shumë të rëndësishëm ku të tjerë do të çuditin edhe vetë se thoni kam kaq kohë që pres dhe nuk po mdet. Po ku në çfarë qyteti ose çfarë shteti? Po, ka të bëjë me shtete siç është Anglia, siç është Zvicra, që ka dy shtete të ndryshme, por demi meqenëse është shojtoke dhe shenjat e tokës gjithmonë kanë atë mundësinë do të arrin majat me djersën e tyre. Dhe këto i arrin dhe e din shumë mirë se çfarë ndodh dhe ku ndodhin gjërat. Momenti dhe mundësia i keni tani në këtë periudhë, prandaj bini pas sado që të duken të vështira, 15 shqiptar është i vështirë, nuk është mund të themi që po mund t'ja dini shumë kollaj, por unë them që kjo periudhë është e mirë sepse ka disa element pozitiv në lidhje me planetet ku ju ndihmojnë shumë për të 30 vjeçët në fushën e dashurisë, edhe pse ka të bëjnë dem akrep, dem luan, dem pesh, është një moment ku i thoni po lidhjes afatgjat, i thoni po jetës suaj, sepse është një periudhë shumë e mirë ku juve do të shikoni gjërat të ndodhin, do të shikoni gjërat të arrihen, fal maturisë suaj, fal dhe korrektësisë suaj. Në lidhje me një ndarje mund keni pasur dem peshore, nëse keni pasur gjë të tillë, atëherë mbas datës 12-13, aty afër hënës së re, që ka një ndikim shumë të mirë për tek juve, se juve ju ndihmon shumë hëna e re, ku është në shenjën, do jetë në shenjën tuaj, dhe aty ndodh hëna e re, ku ka të bëjë shumë edhe me akrepët ose me peshorët, sidomos nëse kemi pasur ndarje, duket se e rregulloni. Shkojmë tek shenja e radhës, tek shenja e ndikimeve të papritura, e surprizave, por njëkohësisht edhe problemeve. Që do të thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, çfarë ndodh me binjakët? Binjakët duket se në këtë periudhë kanë shumë gjëra, por unë ju them binjakëve duhet bëni kujdes miqtemi. Në disa fjalë që keni bërë në 2024, në muajin maj, disa çështje sekrete që keni folur gjatë persona të ndryshëm. Por unë ju them që edhe pse tani a merren parasysh nuk merren për tjetër gjë kjo,
por çështjet mistike që mos i nxirrni në treg me xhelis, do jetë mirë që të bisedohet. Po kur mund të mbyllet kjo çështje më Jorgo? Atëherë këto çështje ju e keni në fushën e politikës, ju e keni në fushat në vende kyçe. Po të shikoni çfarë ka ndodhur, vini veshin në muaj të shkurt në politika dhe në çështje të tilla. Çfarë ndodhi? Nga ajo e tani. E çfarë po ndodhi tani në muajin prill? Në muajin prill do bëhet në një anë do jetë 4 orë dhe stuhi, nga ana tjetër do jetë dherë dhe nxehtësi. Këtu do jemi dhe shikojmë. Por ka një gjë, mes asaj që është e realizueshme dhe mes asaj që është e kuptueshme. Dy gjëra kryesore që lidhen shumë për të dhjetëvitën e parë, miqtë ju të kësaj shenje, dhjetëvitën e parë se keni probleme të tilla. Kjo varet në individ pastaj kur ka ndodhur fenomeni dhe kur ka qenë gjëra që kanë ndodhur, por është një mundësi e artë, nëse juve e keni dhe doni që gjërat të realizohen sipas planeve që juve keni, sipas periudhës që juve keni, është një moment mjaft i mirë. Është shumë pozitiv. Dhe me qenë se janë mundësitë dhe çështjet e rëndësishme e keni në dorë juve, është momenti që juve të takoheni dhe të bisedoni, sepse ata mund ta mbajnë fjalën. Por vallë jeni gati të përgatiteni për të bërë diçka, mund të përgatiteni. Të përgjigjeni çdo gjë që juve keni. Të 30 diçët duket se dalin fitimtar në fund, por mos harroni. 15, 17, 30 janë disa ditë shumë të mira, në flas në përgjithësi, por në individ është tjetër gjë, sepse ju e dini shumë mirë, nuk funksionon domethënë siç është e përgjithshme me individin. Kjo varet pastaj çfarë juve keni dhe çfarë juve doni domethënë. Por gjithsesi, në çështjet që kanë të bëjnë me dashurinë, këtu në lidhje keni pasur disa probleme me të shenjtë të binjakëve, siç janë peshqit, siç janë akrepët, nëse keni pasur probleme, apo me virgjëresh, duket se me virgjëresh, edhe pse jeni ndar pa shkak. Asnjëherë nuk dahet njeriu pa shkak, por ndërhyrje të tretëve. Kjo tani zbehet. Në kohën që zbehet, zgjidhet dhe problemi, sepse nuk ka gjë mes jush, nuk ka absolutisht as një pala apo pala tjetër. Në një mënyrë apo tjetrën, juve keni ribashkim. Koha më e përshtatshme dhe marrja e vendimit më të përshtatshëm që juve keni është mbas datës 13. Deri në datën 17 do shikoni një nga këto periudha që mund të ketë ndodhin në anën tuaj. Dhe është një moment mjaft i mirë, edhe gjërat do të realizohen fal zgjuarësisë suaj dhe mënyrës se si juve do bisedoni me njërin tuaj të zemrës dhe të zgjidhni problemin tuaj, sepse shumë gjëra mund të mos jenë aty ku pritet, por dhe mund të zgjidhen. Në udhëtimet e keni në javën e dytë të këtij muaji, edhe mund ta zgjidhni vetë, për shembull, kur e keni mundësi nëse diçin e dytë, 11, 12, 13, 14 tutje, kjo është një kohë më e mira dhe më ka mundësi për zgjidhur çështje të pasura më përpara. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e përfundimeve të halleve, të problemeve dhe nismave të reja, që do të thotë gaforja. Për sa i përket gaforeve, gaforja është në klubin e të përfituarve, se do marrim kështu. Ka një ndikim shumë të mirë në çështjet e tyre, por ka të bëjnë me anën e personalitetit. Do t'ju ofrohen dy punë, miqtë mi. Si jeni shenjë uji, mos harroni. Gaforja e ditës parë, që merret me ndryshime, merret me role drejtuese, do t'ju bëhet një keq interpretim në fakt, X person që mund t'ju thonë disa fjalë për punëdhënësin. Dhe juve, duke ditur që jeni nevrik, shenjës së gaforës, jeni nevrik me punën, jo me individin. Dhe dini që jeni shumë punëtor, për të prishur disa ekuilibra, ndërhyjnë. Dhe duke ditur që atë që do ta thotë gjoja në thonjza sekret, dhe ju do të shkoni tek punëdhënësi të irrituar, sepse me të drejtën tuaj, mirë po, ajo nuk është e vërtet, sepse nuk dihet burimi i atij informacioni.
nga ka ardhur, edhe juve bini viktime vetvetes. Pa e parë mirë. Pa ju vetëm ta shikoni mirë, bisedoni, pa të që thot, por nuk ka shanse dhe mos nxitoni që ta thoni, ose të debatoni pa qenë të sigurt, sepse do kemi shumë gënjeshtra më tepër se sa të vërteta. Tashatheme, gjërat që natyre deri në datën 7 paktën qeni të kujdesshëm. Sepse këto do dalin në sipërfaqe, nëse ka një problem, ka qenë përpara dhe ju e dini, dhe këta ju rikujtojnë, është tjetër gjë. Por unë them që keni kujdes në çështjet që fliten në për klube të ndryshme, në për kafenera. Por gjithsesi, juve dini të fituar në këtë aspekt, prandaj nuk keni kujdes, mos u nxitoni. Në çështjet që kanë të bëjnë me punën aktuale, edhe pse ka diçka tani për tani, në lidhje me punën, në lidhje me vendimet që mund të merrni, dhe di që i dytë, ka një çështje gjyqësore. Kjo çështje gjyqësore mund të përfitoni. Mund të përfitoni sepse keni një mijë arsye për të zgjidhur problematikat dhe çështjet e juaja. Koha ka treguar që të 30 diqët të shenjës së Gafores do përfitojnë shumë. Nga data 8 deri në datën 12, nga data 15 deri në datën 22, pra është një harë kohor ku gjërat do jenë më ndryshe, do keni mundësinë, do keni kohën tuaj për të arritur në finish. Edhe pse të tretët mund t'ju xhelozojnë disi, por xhelozia ka kumlla tharta. Punë e madhe. Mund të thonë çfarë do duan, por juve mos debatoni, sepse me hënën e re, hënën e plot, ndikimet që kanë të bëjnë tani akoma kthehen në rrugën e dur, Mërkuri, Afrodita, disa planete që do përfitojnë për ne dhe them unë që është një periudhë shumë e mirë dhe është perfektja. Dhe kjo është periudha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm mbi zgjidhje të konflikteve të brendshme apo ato që mund të ndodhin në vazhdimsi. Kurse në çështjet shpirtërore keni pasur lidhjet më perfekte, por ju jeni në Gjermani të shenjës së Gafores. Dhe do bëni një lëvizje nga një qytet do shkoni në një qytet tjetër, se po bëni plane, keni bërë një dhjetori në fakt, por nuk ju doli për të 30 ditë, për 10 ditë qytet është më ndikuar në këtë aspekt, duket se është e realizueshme mbas datës 13. Në çështjet që kanë të bëjnë me lidhje me dashurinë, për shembull Gafore Bricjap, edhe pse juve mund ta shikoni në një sy tjetër, se bëhet, unë do merrem unë me X apo Y, për çështje inatësh më tepër, por mos harroni sepse Gafore Bricjap, dem peshore është aja dhe zhëja. Sepse keni gjithë mundësi. Keni pasur një ndarje me Gafore të 10 ditë të dytë, por kjo nuk do të thotë se nuk shkojnë. Mo shkojnë që të shkeme të se ndikimi është planetar për arsye kohe, viti, dite, muaj, pra janë disa gjëra që ndodhin, por gjithsesi mundësit janë të mëdha që mund të nisni një diçka të re, sepse një erë e re po fryn. Po pastron ajrin, po pastron rrugën, ajo erë që po vjen. Dhe jeni më të pastër, do jemi shumë herë më mirë, apo dhe gjërat që do ndikojnë, do ndodhin, por në rastin konkret duhet që neve të dimë ku do shkojmë dhe çfarë do bëjmë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e palodhur, e tek shenja e mërzitjes dhe e besimit, që do të thotë luani. Për sa përket shenjës së luanit. Luan të dashur, edhe pse keni pasur shumë probleme, unë do t'ju citoj diçka, do t'ju them diçka. Nëse mbani mend, shenjës së luanit, po flas, të 10 ditë parë në 2014 dhe 2015 shumë probleme, por 2014 një herë që ka qenë mos hartë kur për juve, për shumë probleme padrejtësira që ju bën në atë kohë. Mirë, po vjen një moment tani se bëhet fjalë për çështje gjyqësore, çështje pasurie paluajtshme. Dhe ky muaj prill është muaj vërtet i fateve të mëdha dhe i rikthimit të drejtës, pranaj tip déjà vu, por në anën tjetër edhe nga ndonjëherë vazhdimësia që ju ndjek
Dhe është koha tani që të veproni. Po të veproni me këtë, jo me krahun. Nuk ka fare forcë krahun. Po ka kjo. Me këtë do t'i zgjidhni gjithçka. Do shikoni pastaj të vjedhicit të dytë dhe të tretë që ose janë dek dokumentat ose kanë qenë vende të ndryshme të Europës dhe janë pak të mërzitur se kanë një arsye ose për disa që prindërit presin për fëmijët do të bëjnë disa ndikime tani ndërhyrje ose për çështje dokumentacioni, është koha më e mirë, por koha më e mirë që është 15 ditë i parë i këtij muaji. Mirë është që të rishikoni disa dokumentacione, luanët që ndodhen në Amerikë, luanët që ndodhen në Francë, luanët që ndodhen në Zvicër, në Austri, ku diun me gjithë botën, po këto janë disa shtete që janë shenja zjarri, për ne i citoj disi, po në gjitha shtetet kanë ndikim, por në këto është mundësia e artë që mund të ndikojë dhe të realizohet disi këto çështje që kanë bërë, sepse ju jeni shumë të miqësisë edhe keni dhe momentin më të mirë në çështjet madhore, çështjet pozitive që do të keni. Por gjithashtu, meqense afërdita në retrograd ka një ndikim shumë të madh në lidhje me disa çështje pune ose ju jeni me biznese, do të ndryshoni punë, do merrni nga një punë, do dilni punë tjetër dhe gjërat do vinë në drejtimin e duhur, por meqense keni pasur probleme në të pikë me dokumentacione, qoftë Shqipëria apo në diasporë, do vinë momenti tani që gjërat do të zgjidhen. Nuk ka vend për të shqetësuar. Edhe këto a them me bindje të plotë dhe do shikoni edhe vetë, sepse ka diçka shumë të madhe në çështjet që keni në lidhje me punën, në lidhje me karrierën tuaj. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar në këtë aspekt ku çështjet janë në dorën tuaj dhe mundësitë janë të mëdha për të përfituar dhe për të arritur në finish në këtë drejtim. Megjithatë, edhe pse rrugët janë të ndara, në disa raste keni pasur shumë çështje anëre në dem që sjell disa ngjarje të ndikimeve të mëdha që ka të bëjnë çështje politike ekonomike, por edhe pse juve ndikoheni, prandaj është ajo që keni futur atë kohë që thashë është çështjet karmike, që lidhen shumë me gjërat tani që në planetet u japin sinjale, ju e dini si luan që jeni, por do arrini majat në anën tjetër. Dhe janë çështjet pozitive, pozicioni planetar, mundësi të reja që keni, dhe koha ka treguar që juve e keni mundësinë për të zgjidhur gjërat siç doni juve, por jo siç duan të tjerë, sepse ngadonjëherë gjërat mund të jenë ashtu siç prisni juve, por në anën tjetër mund të diktoni dhe të ndikoheni shumë në këtë, por gjithsesi mundësitë janë të mëdha dhe juve nuk ka vend pse të shqetësoheni në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me punën, në lidhje me karrierën. Prandaj është dhe momenti dhe koha tani. Ndryshimet, diktimet, vendimet, mundësitë dhe periudha që do të vinë gjërat në kohën e duhur është një moment mjaft i mirë në anën tuaj. Prandaj nuk keni pse të më shqetësoheni në çështjet që lidhen me anën e dashurisë, sepse një luan me ujor është perfekte, një luan me akrep sado debatoni, por në fund vendosni, por me binjak, shenj ajri, shenj zjarri, ja mirë se dua t'jem, jemi bashkë për të kaluar jetën. Kjo është motoja e luanëve. Do shkojmë tek shenja e radhës, tek shenja e fuqisë së brendshme dhe e buzëqeshjes së jashtme, që do thotë Virgjëresha. Për sa i përket Virgjëreshës, Virgjëresha duket se ka mjaft ndikime. Është e brendshme, që nuk e kupton njëri asgjë, është shumë sekrete, por vërtet të buzëqesh në brendësi është tjetër gjë. Në rolin e drejtuese ke Virgjëresh, në çështje pune Virgjëresh, në çështje financave apo të mjekësisë Virgjëresh. Ka shumë mundësinë, kanë rëndësinë që arrin majat. Në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve, në fushën e vendimeve. Edhe pse tani për tani ka një mundësi të artë ku do kenë kohën e tyre
për të realizuar planet që ta kanë. Është momenti tani dhe koha e duhur në lidhje me financat, në lidhje me vendime që mund të marrin. Por gjithsesi, kjo periudhë i ndihmon muaj prill, do të thotë që edhe si moment, edhe si karrierë, por dhe gjërat e tjera që do të ndikojnë tani e tutje, sepse duket se çdo gjë është e mbarë, çdo gjë arrihet fal zgjuarsisë së tyre, por meqense Mërkuri akoma është në retrograd, do të shkojë në rrugtimin e duhur dhe pastaj ka të bëjë shumë me ndikime të mëdha në fushën e ekonomisë, në fushën e biznesit. Nëse doni të bëni ndryshime në lidhje me anën e financave ose një burim të ardhës të dyta, është një mundësi shumë e mirë nëse doni ta stabilizoni ekonominë tuaj, atëherë mund të bisedoni nga data 5 deri në datën 13 prill, ku aty është e koha shumë e mirë e tepër pozitive mbi nxitimet që do të jenë tani atje të përshpejtoni disa gjëra dhe të arrini në finish të parët për sa përket ekonomisë e stabilizimit të saj. Në 10-diqin e tretë duket se ka të bëjnë me disa takime me njerëz të rëndësishëm në lidhje me kontratat, në lidhje me vendimet, në lidhje me disa ndryshime, edhe pse janë të vështira këto ndryshime, por nuk do të thotë se ka të bëjnë me juve drejt për së drejti, por me persona të tretë, ku koha ka treguar që juve jeni të parët për të arritur atje ku juve pretendoni. Dhe është pikërisht kjo periudhë tani, është koha juaj. 10-diqi 2, 10-diqi parë, meqense juve që ndodheni në Angli ose ndodheni në Itali dhe doni të bëni ndryshim, është një moment mjaft i mirë tani. Sepse lidhje me çështjet e kontratave, lidhje me financat, e gjithë marrëdhëniet, mirë është që t'i bëni pas datës 20, sepse gjithë kalon në dem dhe është më mirë për juve, ku ka të bëjnë edhe mundësi, ka të bëjnë edhe kohën e duhur, por gjithashtu edhe një moment ideal për sa përket një punë e lënë për gjysmë mund të rregullohet dhe mund të arrini atë ku pretendoni dhe dëshironi, sepse është koha juaj, është mundësia për të parë se çfarë do të bëni në anën tuaj, sepse mjaft probleme keni pasur, mjaft çështje të lëna pezu dhe kështu që ka një ndikim shumë të mirë më datën 27 prill, ku hënë e re në shenjën e demit, ku ka një ndikim shumë të mirë në preferimin dhe në kohën 10-diqi i parë i shenjës së Virgjeshës si shenjë toke, mund të përfitojnë jo vetëm kontrata, por edhe një dokument që të ketë një gzim, që është ambasada, është një fëmijë në pritje për diçka të tillë, është koha juaj, është momenti juaj dhe pozitivi më i mirë i mundshëm. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore në këtë periudhë. Pastaj, gjërat e tjera nuk është se ka një problem për të shqetësuar, por për të gëzuar në këto drejtim. Lidhjet afatgjat që bëjnë me peshk, nëse keni një njohje të keni një lidhje serioze, nëse keni britqap, nuk diskutohet, është ndikimi juaj se jeni në një drejtim sepse jeni shejtoke dhe keni mundësinë për të arritur në finish, në altar, në këto dy shenja janë shumë pozitive për muajin prill, por pas datës 20 dhe në vazhdim të gjërave që doni. Nëse doni bisedime të tjera, atëherë keni mundësinë mas datës 7 deri në datën 12, që është një moment mjaft i mirë dhe i mbarë. Vijojmë tek shenja e radhës, një pozicion ndikimi dhe favorizimi, që do të thotë peshorja. Përsa përket peshoreve, peshore duket se janë gjaftot në çështje të rëndësishme dhe kjo i bën të ndihen superior në atë çka bëjnë. Sepse edhe nga mesi muajit, ku gjëra do jenë më ndryshe, do keni zhvillime të reja, mundësi të reja dhe jo vetëm kaq, por duke pasur parasysh edhe një mundësi shumë të mirë në lidhje me punën tuaj, se keni pasur disa probleme në ekonomi, ku afërdita guvernatori juaj kthehet në rrugën e duhur dhe marsi, kur ka të bëjë shumë edhe me takime pune, edhe me mundësi të reja që do të keni, por data 9, data 17, data 18, 20, 22, keni ndikime shumë pozitive dhe pse jo, mund të stabilizoni një çështje të lënë
pezull prej shumë kohësh. Dhe kjo është një diçka shumë pozitive, sepse zgjidhni probleme të pasditura që keni pasur shumë më përpara, por vjen tani një periudhë mjaft e mirë. Afrodita në retrograd, që ndihet si një shpat me dy presa dhe me ndikimin e madh, sepse planeti juaj sundues tek dashi që hyn në shtëpinë tuaj të marrëdhënieve, ju jeni këtu për të përmirësuar, të mbani mend se ju jeni diplomat në çdo gjë, veçanërisht me Marsin në retrograd, që është në gafore dhe formon një kënd në shenjën tuaj. Muaji i fundit që mund të keni ndjer tension me Marsin në retrograd, duke ju bërë të ndjeni presion dhe jo vetëm kaq, por universi ju zbut disi këtë gjë, sepse muaji mos harrojmë se shkurti ka qenë i vështirë për muajin e peshores, për peshoret dhe mundësitë të tjera që kanë pasur në vazhdimsi. Por gjithsesi, peshoret duket se kanë ndikime shumë të mira tani e tutje. Megjithatë ju po mësoni dhe po fitoni përvoja të reja që këtu e tutje do të keni mundësi për çështjet e ndryshimet në karrierë do të jenë karmike, sepse ndikimi i Marsit ju bën të ndjeni më shumë dhe tepër pozitiv në lidhje me punën tuaj. Tani që Afrodita është në dash, do të keni një fillim, një histori dashurie që do të nisin dhe do të përfundojnë në pozitivitet. Edhe pse në këto marrëdhënie ju keni ndikim shumë mirë, sepse ju keni zero tolerancë në çështjet që janë të rëndësishme dhe shkoni deri në maj. Ky është një ndikim kur Afrodita të kthehet në pozicionin e saj tek peshqit, kur merr kthesën e duhur në rrugtimin e duhur, do thotë forcimi i lidhjes tuaj me persona të ndryshëm në fushën e biznesit, në fushën e ndryshme, në fusha të ndryshme ekonomike, financiare, në role drejtuese. Po, është në role drejtuese dhe keni këtë mundësi kaq të artë dhe kjo mund t'ju ndihmojnë në çështjet që keni. Dhjetëdiçi i parë, dhjetëdiçi i tretë kanë ndikime fantastike. Po mirë, për dhjetëdiçi i dytë pse? Dhjetëdiçi i parë dhe dhjetëdiçi i tretë që ka shumë mirë. Është mirë sepse dhjetëdiçi i dytë ka mundësinë, por ka pasur një kohë gjatë me vështirësitë e veta, por vjen një moment tani që çështjet zgjidhen fal ndikimeve planetare që ju ndihmojnë në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, peshoret duket se me dash të dhjetëdiçit parë, me gaforet e dhjetëdiçit tretë janë në një sinkron pozitiv dhe mund të shkojnë deri në martesë. Kurse me ujor, edhe pse kanë pasur mund të pasur një ndarje, për një arsye apo për tjetrën, nuk kanë qenë aty ku duhet, dhe kur është koha dhe mundësia më mirë tani për të zhvilluar diçka të tillë, atëherë mund të themi me bindje të plotë që është një moment tani, sepse jeni shumë diplomat për atë që do të bëni, jeni shumë të zgjuar për gjërat që do të keni. Dhe vjen ky moment tani, është momenti më i mirë i mundshëm dhe kohën që do të keni tani atje, mos e shfrytëzoni për të keq, po për të mirë. Shfrytëzojeni për të mirë nga data 7 deri në 14, se për të keq unë i them sepse e lini pas dore. Dhe kur kujtoni pastaj është vonë. Prandaj dhe them këtu bëni pakujdes në fushën e dashurisë, edhe sidomos për ju që jeni në vendet të largëta. Bëni kujdes për dokumentat, sepse është një kohë e mirë për të rregulluar. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e mundësisë dhe e lehtësisë, që do të thotë Akrepi. Përse përket akrepëve? Akrepët sado lidhen me çështjet vendimtare, në lidhje me ekonominë, në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, por Plutoni ju qorton disi dhjetëdiçin e parë. Sepse e ka lënë pas dore një çështje pasurie dhe vjen momenti tani për një çështje dokumentacioni. Dhe unë them që kjo periudhë është periudha ndikimit të madh, sepse duke pasur parasysh edhe lidhjet që keni pasur, çështje pune, çështje karriere, edhe ndryshimet që keni pasur më përpara dhe meqense keni tani, kemi ndikimin e Plutoni që është në shenjën, pra guvernatori juaj, Plutoni në rrugën e tij nga shenja e ujojit që formon një katërkëndësh me Diellin dhe Marsin, duke intensifikuar energjitë dhe agresionin që ka të bëjnë në mbar botën, është Plutoni që nxit edhe gjërat i pat para ca ditëve. Çfarë ndodh në kohën që ka ndikim planetar që i jepen disa çështje të tilla, por gjithsesi ajo që do të keni juve ka të bëjë shumë në lidhje me punën, në lidhje me karrierën. Duke pasur parasysh hënë e re në shenjën e Demit,
që sjell ngjarje pozitive ku demin e keni përballë juve dhe kjo ndihmon shumë në çështje të mëdha në lidhje me juve, por gjithsesi do jeni pak të vëmendshëm sepse incidentet e ndodhura në vitin e kaluar, në 2 muajt që kanë qenë nëntor-dhjetor, po dalin në sipërfaqe për të sqaruar në mënyrë shumë intensive dhe do duhet të vetë kontroll dhe jahtësi nga ana juaj, për të mos lejuar që situata të arrijë në ekstrem. Është një moment, po dhe shikoni dhe vetë, kush është akrep, e kupton. Akrepi 10 vjet për shembull, nga maj deri në shtator ka qenë cop-cop. Me vështirësi, cop-cop. As ka smarohet për atë punë, po 10 mirë po tani vjen një moment i riparimeve të gjërave të mëdha që do ndodhin tani tutje. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar. Koha që është në favorin tuaj ka të bëjnë datat 8, 9, 10, 11, 12, pastaj kemi 20, 21, 22, 23, 24 deri 26, ku është një harë kohor për akrepët që bëjnë çështje kontratash të rëndësishme tani në fillim të muajit, mund të bëjnë mbas datës 5-6, sepse janë disa çështje që vjen një vit pastaj kur juve kërkoni të bëni diçka, por gjithsesi juve jeni zgjuar tani nga e kaluara që boll keni punuar për të tjerët e tani do të punoni për veten tuaj. Dhe kjo sjell progres, jo regres. Dhe është një moment tani, është një moment pothuajse sado vështirësi të ketë, po jeni në rrugën tuaj. Sa e bëni gabim, e bëni vetë. Nuk e bëjnë të tjerë gabim dhe ju shfaqsojnë juve. Por tani dini se çfarë doni dhe ku doni të shkoni. Është një mundësi mjaft e mirë, prandaj bini pas, sepse do dilni të fituar në këtë drejtim. Në çështjet që lidhen me dashurinë, me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me kryesore të flasin, me dem, me virgjëresh dhe me britqap të vjedicit të dytë, ku është një kohë e përshtatshme, është një moment pozitiv dhe shumë i rëndësishëm në çdo drejtim. Përveç se kjo periudhë është periudhë e vetë kontrollit, sepse keni mundësi në anën tuaj të biznesit ose të karrierës, është një moment shumë i mirë në lidhje me anën e punës suaj, lidhje me karrierën tuaj, me karrierën sidomos, por gjithashtu vendimi që mund të merrni tani, mund ta merrni nëse do të duhet një punë e re, sepse akrepët kanë një mundësi të tillë dhe mund t'ju jepet mundësia mbi zhvillimet e reja që do të keni dhe është momenti i duhur për të zgjidhur juve të kësaj shenje, për të 30 vjeçët që kanë në fushën e dashurisë, kurse për juve që jeni në Austri, në Norvegji, në vendet nordike, përgjithësi, sepse akrepët kanë këtë gjë dhe ndikohen, ka një mundësi bashkim familjar me luan edhe me peshk, por me peshk edhe sepse grinden, dy shenja uje janë, po grinden me njëri tjetrin, por gjithsesi kjo është një periudhë mjaft e mirë për sa përket çështjeve dhe ndikimeve që ka bënë, sepse Plutoni ndodhet në shenjën e ujorit, pra Plutoni guvernatori juaj është në shenjën e ujorit, ku aty mund të diktoj disa gjëra, prandaj dhe unë e them këtë gjë, që shikojeni gjërat të jenë sa më të qarta për të ardhmen tuaj dhe mos u nxitoni për të arritur në finish, sepse do keni kohë përpara, se Krijuesi ka dhënë letër me vlerë për të fituar çdo njeri. Pra nuk kemi pse neve të debatojmë për gjëra që nuk na takojnë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e përshpejtimeve dhe e rrugtimit të së ardhmes në biznes e në kontrata të rëndësishme, që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, për shigjetarë në fakt ka shumë mundësira dhe shumë rëndësi, sepse duke pasur parasysh shenjat e zjarrit përfitojnë shumë, po futen edhe në klubin e përfitimeve të 3 shenjave zodiakale që janë të ndikuar shumë në këtë aspekt, por gjithsesi, edhe pse juve nuk keni pse të nxitoni në fakt për sa përket bizneseve që mundoni që të bëni dhe të arrini, por është një mundësi e artë tani e tutje, sepse gjërat janë në ndikim shumë të mirë, po kemi disa aspekte, disa kënde planetare, disa çështje planetare, siç është hëna e plot,
në datën 13 që quhet hëna e plot e barit, ku hëna e plot roz, kemi datën 27 prill, ku hëna e re në Dem, ku zakonisht ndikoheni dhe juve në këtë aspekt, por janë dhe ndryshime të tjera që do të keni në fushën e biznesit, në fushën e ndryshimeve, në fushën e dashurisë gjithashtu. Por meqense në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur disa çështje problematike, por të pazgjidhura akoma, që do të thotë shijetar binjak, shijetar luan, shijetar ujor, shijetar ujor në fakt është periudha që do të diktoj, do të ndikoj shumë në fushat nga më të ndryshmet që mund të jenë, por edhe në anën e financave dhe në ekonomi. Meqense tani është koha ku gjërat do të jenë në favorin tuaj, dhe është një moment mjaft i mirë tani e tutje, po gjërat edhe pse do të kenë ndryshime, edhe pse do të kenë mundësi në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me disa takime që do të bëni, janë takime pozitive këto, jo problematike, se gjithmonë në probleme, gjithmonë keni gjëra për të zgjidhur, por vjen koha tani që çështjet të jenë aty ku doni juve, dhe aty ku duan të tjerët. Dhe është një mundësi tani, përse përket kohës suaj, përse përket asaj çka juve keni të bëni, por 15 i parë dhe gjysmë e 15 të dytë ka një ndikim shumë të madh në lidhje me punën aktuale, në lidhje me disa kontrata shumë të rëndësishme, ku nga njëra mund të duken të lehta, por janë shumë pozitive, ku gjërat do të ndryshojnë në fushën e biznesit, karrierës. Është një moment shumë pozitiv që gjërat të jenë aty ku duhet, dhe jo vetëm kaq, por keni mjaft gjëra pozitive në lidhje me punën tuaj. Prandaj keni kujdes në çështjet që lidhet me anën e karrierës suaj. Nëse keni në ndërmend për të bërë një ndryshim në fushën e biznesit, mund ta bëni, sepse është edhe koha tani, është edhe mundësia dhe momenti i duhur për realizimin e financave në kohën e duhur. Por gjithashtu edhe ka edhe diçka tjetër tani, se është në momenti i duhur që juve të bëni ndryshimin e madh në ekonominë tuaj, të shikoni çfarë do të bëni në biznes, sepse është koha tani që çdo lloj kontradikte, gjithë keni pasur probleme, kontradikta të ndryshme, por një kontradikt me një dikë tjetër në fushën e biznesit, s'ka rëndësi. Mos u shqetësoni për këtë gjë, sepse është një kohë mjaft e mirë tani, ku gjërat do të zgjidhen siç dëshironi juve dhe jo siç dëshirojnë të tjerët. Në dashuri, bashkim familjar, Angli, Gjermani dhe në Francë është një kohë shumë e mirë e përshtatshme për të zgjidhur problematika të ndryshme, për zgjidhur çështje të pazgjidhshme, sepse është një moment mjaft i mirë në punën tuaj, edhe me bashkim familjar që do të keni, por të dy mund të jeni në një punë shumë të rëndësishme në biznese të ndryshme që juve prisni të realizoni, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë dhe është e mundur të realizohet. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e papërtuar dhe shenja që përfiton shumë në këtë muaj prill, që do thotë britsjapi. Për sa i përket britsjapëve, britsjapi sado duket në pamje të parë që është pozitiv nga vetvetja, është shumë i rëndësishëm në ato që bën, por meqense kjo periudhë që juve keni si ndikim, keni Saturni ju jep mundësi të arta dhe kohë në anën tuaj, dhe në lidhje me disa histori të ndryshme, ligjore, penale, ju keni në diasporë dhe nuk i keni zgjidhur akoma. Unë ju them që vjen ky moment, është momenti më i mirë i mundshëm për të zgjidhur problematikën tuaj. Sepse është pikërisht kjo kohë, është pikërisht ky moment. Është momenti më i mirë i mundshëm, më stabilizues, dhe në çështjet konkrete, në anën tuaj dhe në biznese, në gjëra të tilla, është ana pozitive, dhe është gjërat që janë më korrekte nga në anën tuaj. Edhe pse keni pasur probleme ju me punën, keni pasur probleme me disa gjëra që nuk keni arritur aty ku duhet, por unë ju them se tani është momenti më i mirë i mundshëm
në lidhje me takime pune, në lidhje me disa. Do keni një ndryshim pune ju, do lëvizni nga një vend pune që jeni, po do jetë 10 ditë i dytë, sepse 10 ditë i parë, 10 ditë i tretë e kanë stabilizuar punën ose ato që kanë dashur atë kanë. Por 10 ditë i dytë, edhe pse ka dashur të ndryshojë në muaj nëntor që lan pas dhe në dhjetor, por për një arsye apo tjetrën, në kohën e ditëlindjes tuaj në janar nuk u realizuar 22-23 dhjetor, nuk u realizuar sepse u zhgënjye disi, çdo njeri zhgënjet kur t'jep fjalën dikush edhe nuk e mban për një arsye apo tjetrën, është zhgënjim. Por në anën tjetër i keni të gjitha mundësitë e realizimit dhe e stabilizimit. Megjithatë, tani kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme në zgjidhje të gjithçka që vedoni, e keni mundësinë dhe kohën tuaj. Kurse në çështjet që kanë të bëjnë, këtu është diçka që lidhet shumë me pozitivitetin, lidhet shumë me atë çka ju do të bëni, që është mjaft pozitive, që do të thotë lidhja me gafore, me akrep, me peshk, ku është diçka shumë pozitive. Është shumë pozitive në lidhje me favorizimet të dashurisë të ekonomisë, sepse ose një familje prisni një pasardhës, është momenti më mirë mundshëm, stabilizimi ekonomik është mëse e mundur të realizohet. Keni një diçka të madhe sepse e prisni me padurim të realizoni një udhëtim që do të bëni dhe kjo do thotë për lidhje me dokumentat, mund t'i merrni ose jeni në pritje në muajin prill, nga data 3 deri në datën 9, por është një hark kohor që po është e mundshme të realizohet, sepse e prisni për shumë kohë, është një dokument shtetëror, dokumenta nuk e di ku ndodhen në juve. Gjermania, Franca ka më tepër përgjigjësi se janë shenja toke dhe kanë momentin dhe kohën e duhur mbi zhvillime dhe ndryshime të tilla, nuk ka vend për të shqetësuar. Kurse në lidhje me një ndarje që ka pasur diçi i tretë i shenjës së bricapëve, që ka qenë me peshore të diçit të dytë, duke se tani është momenti dhe koha që mund ta realizojnë, mund ta stabilizojnë siç ata duan. Nuk ka vend për të shqetësuar ose për të prish disa ekuilibra, por është në favor dhe është momenti më i mirë i mundshëm tani. Prandaj mos u nxitoni në këto gjëra sepse është pikërisht kjo kohë dhe është koha më e mirë e mundshme, është momenti më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin dhe punën tuaj. Prandaj është koha që juve të reflektoni për veten tuaj në lidhje me jetën tuaj, sepse periudha është nëse e ardh, nëse doni të bëni diçka dhe të qëndroni aty ku jeni, si në çështje kontratash aty ku jeni ose në Shqipëri. Në vende kyçe është e mundur të ndikojnë të 30 ditësht, por do keni kujdes çfarë firmosni, çfarë vulosni, sepse disa probleme të tipit të bëje këtë sepse nuk ka problem, mund ta garantoj këtë gjë, atëherë është problemi më fatal që ndonjëherë. Prandaj këtu keni kujdes mos e bëni sepse do jeni ju problemi dhe jo ata. Prandaj unë ju them, që duhet pasur kujdes në këtë drejtim sepse gjërat mund të jenë nga më të ndryshmet dhe nuk është në favorin tuaj. Ktu shikoni bëni syt katërt kur është diçka e madhe me pagesat më mëdha, është puna aty që merr kredi për të dashur. E kuptoni vetë ju. Prandaj keni kujdes me gjëra. Mos ju gëzoni momentin, por gëzojini kohës. Shkojmë tek shenja e radhës, tek shenja e sukseseve dhe e respektit, që do të thotë ujori. Përsa përket ujorëve, ujori thotë që më jep pak kohë, do t'jap gjithë viti. Momenti dhe mënyra, siç ndodh me ujorët duket se tani në këtë periudhë janë në bizneset e tyre janë vetë financues. Dhe kanë shumë gjëra, prandaj janë të respektuar, me respekt që ta kanë. Dhe është një mundësi mjaft e mirë tani, ku juve keni mundësinë, sepse hëna e plot në datën 13, hëna e barit që thonë, dhe hëna roz që është, dhe juve keni një përfitim mjaft të mirë në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime, dhe diçka parë shumë i favorizuar dhe jo vetëm. Por do keni kujdes për juve ujor të dashur, një them për si do e barzëmës tuaj. Juve që jeni në politikë, të shenjës së ujorit, sepse ka të bëjnë me Mërkurin. Mërkuri, politika është biseda, fjalë.
çfarë thoni? Çështjet mistike, problematike që ka të bëjnë. Do dalim sipërfaqe, është gjithë muaji në dispozicionin tuaj, prandaj jeni të respektuar që ti mbyllni disa çështje. Ke varë një individ përsa mund të ketë fenomeni, ose ato që ju jeni në dieni për diçka të tillë, por gjithsesi bëni pa kujdes. Në ekonomi, në financat, edhe pse keni të bëni tani në lidhje me disa çështje problematike që keni pasur para disa kohëve, por vjen tani në momenti që juve e zgjidhni vetvetiu, sepse është një moment shumë i mirë dhe ndikime që do të bëjnë. Koha ka treguar që gjithçka ndodh, gjithçka realizohet, por më e shumta dhe koha më e mirë e mundshme, që është tani me miqësi të reja që do të keni, me punë të re, dhjeti që parë, dhjeti që dytë që është mjaft pozitiv, është një periudhë mjaft e mirë sepse është kjo periudhë ku ju mëson se çfarë do bëni dhe ku do të shkoni, sepse Plutoni në rrugtimin e tij, në rrugën e tij nga në shenjën tuaj, që formon një katërkëndësh me Diellin dhe Marsin, ku do thotë nuk lejon gabime. Prandaj do të bëni pak kujdes. Në kujdesi që do të bëni është dhe tani në fillim të muajit 1, 2, 3 datat, edhe datat pra 22, 23, 24. Do të keni kujdes në këto data, sepse mund të keni shpërthime dhe këto që do të ndikojnë në fund muaj do jenë të problemet më dha, në 25 me datën 5 maj. Por gjithsesi, jemi tek muaji prill. Ndikimet që janë gjithashtu ka të bëjnë me një çështje madhore ekonomiko-financiare, kujdes nga kreditimet, se një kredi që mund merret, X kredi, ata mund t'ju thonë për shembull, do marrësh 5 lekë, sa do paguaj fund vitit do paguash 7 lekë. Kjo këtu shikoje këtë 57, sepse juve nuk keni lëshime në brendësi të kësaj kredie, pra keni kujdes, mirë është mos hyjni fare kësaj meseleje, se do dini të humbur dhe jo të fituar në kreditime të tilla. Nëse keni shumë të domosdoshme, atëherë mund ta merrni, por mos merrni aq sa keni hapin tuaj, jo më tepër sepse mund të keni formuar pengesa pastaj dhe probleme në këtë aspekt. Sepse Afrodita është shenja ndikimi i shenjës që është akoma në retrograd dhe prish disa ekuilibra dhe nuk është mirë që juve të humbisni para apo diçka tjetër. Në lidhje me disa kontrata të rëndësishme, miqtë e mi, kësaj shenje e keni mbas datës 20, po atëherë janë gjërat më mirë akoma, dhe shikoni edhe vetëm, mbas asaj date do bëhen gjitha gjërat. Zhbllokohet gjithçka dhe është në një kohë shumë e përshtatshme për sa i përket çështjeve, ndikimeve, mundësive, gjërave të mëdha, sigurisht nuk diskutohet që ajo çka do ndodhi nga data 9 e tutje, ku është një periudhë shumë e mirë e artë mund thohet, dhe këtu do të shikoni 9 e datë 20 e tutje, do gjërat të jenë më mirë dhe më pozitive në fushën ekonomisë dhe kontratave të rëndësishme. Dhjediçi i dytë që ka lidhje në dashuri me Luan dhe me Dem është Aja dhe Zhoja. Një vëmendje të madhe të shtuar do të keni me Akrep të dhjediçit të tretë, nëse jeni në bashkim familjar, sa më shpejt e mundur brenda muajit prill mund ta realizoni sepse e keni mundësinë. Ju e bëni si doja, barzë mos doja, kanë drejtë thënë. Shkojmë tek shenja e radhës, tek shenja e mundësive të mëdha dhe e arritjeve me djerës, që do thotë peshqit. Për sa përket peshqive, po, arritjet me djerës, fitimet të mëdha, të dy gjëra i kanë. I kanë sepse kanë pasur ndikime shumë të mëdha. Dhe jo vetëm kaq, por po ta kuptojnë se peshqit janë shumë të dhënë, se janë intuitiv, mbas punës, shoqërisë, ngelet hadri, nëse dëgjon një fjalë ose një problem që prek direkt personin, do 2 muaj të ikë nga mendja. Dhe ja 2 muaj tjerë ta mendoj si të veproj, u bën 4. Dhe ja 3 muaj të tjera pse ndodhi, paleshat u mush viti. Prandaj janë peshqit kaq të ndikuar intuitiv për gjërat, se janë duan drejtësinë, por nganjëherë u aprishin terezi.
Për sa përket peshëve, peshët retrograda e Afroditës, miq të shenjtë, peshëve është shumë e rëndësishme për ju. Sepse pasi këto ndikimet, këto tranzite vijnë për të mbyllur qëndrimin 2 vjeçar të Saturnit në shenjën tuaj, i cili vjen fundi së shpejti. Afrodita në retrograd shton një pjesë tjetër të kësaj enigme të vazhdueshme, duke ju ndihmuar të vendosni kufi të fortë, dhe të mësoni të doni veten dhe shumë gjëra të tjera. Afrodita në dash do të thotë ndikime në vëmendje, në çështje pune, në çështje drejtime ekonomike dhe jo vetëm kaq, por gjithashtu ndihmon të fitoni kontrollin e karrierës suaj. Është koha e juaj për të bërë lider dhe figurë e rëndësishme për të tjerët. Prandaj keni kujdes. Peshi politik ose në vende të mëdha e kanë mundësi. Po e kanë. Gabimisht, rastësisht dalin parë, se kanë të drejtën e tyre, por nuk i arrin dot. Është si puna e një peshkut të vesh në ujë për ta kapur me dorë, se kap dot, se rrëshqet nga duar. E puna e këtyre janë intuitiv, e kanë mundësinë. Bini pas, mos e lini pas dore, se është muaj prill. Është muaj i lëvizjeve të shpejta. Dhe ju mund të jeni duke kufizuar veten, sepse nuk besonin atë që jeni në gjendje të bëni, por Afrodita në dash është këtu për t'ju treguar forcën, guximin tuaj. Sapo Afrodita zhvendoset në shenjën tuaj, ju kthen vëmendjen tuaj në ndikimin e madh me metodikë të tjetër në kohën në vazhdim, dhe jo vetëm kaq, por do të funksionojë në favorin tuaj. Dhe është pikërisht në këtë vit, prandaj pse them unë që thash në fillim të emisionit që është muaj i vështirë i fundit, por na mëson që neve të ecim përpara. Të shikojmë mbrapa çfarë kemi bërë, mos ta bëjmë përpara. Të shikojmë mbrapa gabimet që bëjmë, mos i bëjmë përpara. Dhe të jemi koshient për atë çka bëjmë. Se vërtet mund të flasim shumë gjëra, por sa jemi në gjendje ne të bëjmë. Mund të thonë për një moment bëj gjitha, por nuk bëhen gjitha, se s'ka se si të bëhen gjitha. Por atëherë, meqense peshit kam pasur një kohë gjatë në vështirësi. Se kam më shkruaj në inbox e di, janë më shumë se 3 vjet që kanë pasur probleme, mbi 70%. Por vjen një moment gradualisht ulet kjo përqindje, që tani është 22, 15%. Sidomos peshit edhe edicionit të dytë, nëse flasim kështu. Por peshit edhe edicionit të dytë tani kanë përfunduar problematikat e tyre dhe janë në rritje të çështjeve madhore, ekonomi, stabilizim. Po dashuria çfarë thot për peshit? Dhe peshit renditen te klubi i përfitimit të këtij muaji. Nga 3 shenjat, 4 shenjat, po 3 shenjat janë bazike në këmbëtok. Se binjakët kanë edhe shenjë e ajrit, kanë një mundësi, po kanë mundësinë e rizhvillimeve të ndryshme. Gjithmonë juve keni edhe jeni statik në atë çka bëni. Sepse keni nganjëherë mendoni shumë për gjë që s'është për të menduar kaq shumë. Sepse jeni shej uji, sepse e mendoni sepse intuita juaj nuk gabon, intuita juaj, dhe është mundësia tani, është shumë e rëndësishme gjërat e tjera që do ndodhin. Me kalimin e kohës, gjërat do jenë krejt ndryshe. Dhe është një mundësi stabilizimi, konkretizimi i gjërave të mëdha. Dhe pse jo, koha është tani. Dhe në pretendime, në gjërat të mëdha që do keni, në kohën e duhur, dhe gjithçka ndodh, bëhet, stabilizohet për juve të kësaj shenje. Kështu që mos më shqetësoni për gjërat e tilla, sepse mund të arrini të ku doni. Sepse është pikërisht kjo kohë, pikërisht ky moment për juve për ta zgjidhur. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht këtij muaji. Këtij muaji, pothuajse i vështirë që na mëson gabime, mos t'i bëjmë, i mirë për të arritur në planet tona ekonomike me punë, stabilizimi. Por para se të ndahemi bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni, në Shqipëri apo në diasporë, dhe jeni në kërkim të parashikimi të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Për gjithçka ju intereson, mbi eklipset,
çfarë ndodh në shenjën tuaj, çfarë duhet të bëni për një hapje në një themeli, për lënien e një date të rëndësishme të jetës suaj, për fejesa, për martesa. Kur është koha e përshtatshme për marrjen e një kreditimi, për bërjen e një biznesi kur mund ta hapim. Kur është koha më e mirë për çështjet e udhëtimeve e dokumentacioneve. E shumë gjëra të tjera të kësaj natyre janë të gjitha që i keni atje. Duke blerë një paketë nga ato, ose nuk e vini vetën atje, atëherë mund ma shkruani atje tek ai kuadrati i vogël atje te dritare dhe më pas të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype'it. Por juve që doni që çdo video në kohën që ne jemi live, dhe doni të dini, të dërgoni një mesazh të rëndësishëm, atëherë te ky butoni këtu e klikoni, bëni subscribe, butonin e zilës, të gjitha, dhe bëni share tek ajo faqe, edhe jeni gati për të dërguar mesazhin dhe të merrni live përgjigje. Nga unë Rëpulla, ju uroj muaj të mbar, ditë të mbar dhe me këmbë tokë dhe me mendje të mbledhur.